Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7, sonte do të flasim për një temë me rëndësi të madhe sociale dhe ekonomike, mundësitë e punësimit për të rinjtë dhe të papunët në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. World Vision Albania, përmes këtij projekti dhe projekteve të tjera, po lua një rol kyç në fuqizimin e të rinjve duke i pajisur me aftësi profesionale, duke krijuar ura bashkëpunimi për punësim. Ne jemi në studio me Endri Teta, menaxheri i projektit. Mirë se na erdhe, Endri. Përshëndetje Nela, shumë faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit ty, kënaqësi të të kemi në këtë studio, të të kemi për herë të parë, një tjetër pjesëtar i stafit të World Vision Albania, është gjithmonë kënaqësi bashkëpunimi me ju. A mund të na tregosh pak se cili është fokusi i këtij projekti dhe cilat janë grupet kryesore që në fakt ju synoni që të ndihmoni? Faleminderit për pyetjen dhe për mundësinë. Në fakt, ky projekt ka si synim kryesor përmirësimin e aksesit drejt tregut të punës për disa kategori, siç janë të rinj, studentët, të punëkërkuesit afatgjatë, si dhe vajzat dhe të gratë, të cilat janë të angazhuara në ekonominë familjare. Kjo do të arrihet nëpërmjet tre komponenteve dhe tre formave të suportit. E para është orientimi dhe këshillimi i karrierës për ta. E dyta është pjesëmarrja në aktivitete për ngritje kapacitetesh, në trajnimet mirëfillta të specifike sipas nevojave të tyre. Dhe e treta është përfshirja nëpërmjet skema suportuese të vetë punësimit dhe të punësimit për ta. Kemi disa target grupe që do jenë përfitues. Si fillim kemi student nga gjimnazet e shkollave profesionale në 2 vendet në Shqipëri dhe në Malin e Zi, të cilët do të kenë mundësinë përveç se marrjes së trajnime, po do kenë dhe mundësinë që të përfshihen në praktika profesionale pranë bizneseve lokale të zonës. Kemi punëkërkuesit afatgjatë, që janë të kategorisë së të rinjve, të cilët vetvete dhe ato do përfshihen në skema të trajnimit dhe pastaj do kenë mundësinë e punësimit dhe këtë punësim kostën e saj do ta mbuloj projekti për 4 muajt e parë, me qëllim që në vijim të vijohet dhe bizneset të vazhdojnë punësimin afatgjatë të tyre. Dhe një kategori tjetër janë vajzat dhe gratë në zonë të angazhuara në biznese familjare, më shumë të lidhura me zejet dhe me produktet lokale, të cilat do kenë mundësi që të marrin trajnime specifike lidhur me sipërmarrjen, menaxhimin e biznesit dhe më vonë të kenë mundësinë e përfitimit nga skemat e suportit për startupe, për ta formalizuar këtë biznes. Një kategori tjetër që është prapë përfituese dhe është target group i këtij projekti janë bizneset lokale dhe ne synojmë të kemi rreth 40 biznese lokale në të 2 vendet, të cilat do të jenë të angazhuara si në pjesëmarrje në aktivitete, por dhe pjesëmarrës aktiv në punësimin e këtyre kategorive të personave. Njëkohësisht do të kemi dhe stafet, një target group i tretë dhe jo i fundit për garancia, janë dhe vetë stafet e agjencive të punësimit që do kenë në të 2 vendet, do kenë mundësinë që të shkëmbejnë përvojat më të mira lidhur me zbatimin e projektit dhe për të përfituar nga këto përvoja. Po, shumë interesante që ka një projekt shumë gjithëpërfshirës, që u jep mundësi të gjithëve dhe nuk bëni diferencime. Ku u zbatua ose nisi zbatimi fillimisht, në fakt ju patët një paraqitje së pari në qytetin e Lezhës të këtij projekti për të papunët, për të rinjt në zonën ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, me çfarë i njohët të pranishmit? Është shumë e vërtetë, në fillim të muajit ne patëm dhe takimin lançues të projektit, të cilën organizuam në Lezhë. Dhe në këtë takim patëm pjesëmarrës përveç përfaqësues nga partnerët e projektit, kishim nga zyrat rajonale të punësimit, nga pushteti vendor, nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, nga autoriteti menaxhues i programit, por dhe nga target grupet si student, organizata të zejeve apo të industrive kreative, si dhe të përfaqësues nga biznesi lokal që më shumë të është orientuar drejt industrisë së mikpritjes së turizmit, që i themi në gjuhë popullore. Pjesëmarrësit u njohën në fakt në vija të përgjithshme, cila është objektivi i përgjithshëm, specifik, aktivitetet kyçe, niveli i ndërhyrjes dhe mënyra se si ato mund të angazhohen në projekt dhe të jenë përfitues prej tij. Ndërkohë ju shpjeguan dhe cilat janë komponente kyçe të këtij projekti, që ndërkohë shfrytëzoj rastin edhe për t'i shpjeguar. Komponenti i parë është infrastrukturë fizike për ngritjen e një qendre të orientimit dhe të këshillimit karrierës
të quajtur Career Pro Hub pranë qytetit të Lezhës dhe mendojmë që kjo qendër do të shërbejë si një nyje zhvillimit dhe si qendër trajnimesh, orientimi karriere dhe mbi cilën Agjencia Rajonale e Punësimit mund ta shfrytëzojë këtë për te projektit dhe mund të shërbejë si një praktikë e mirë për tu replikuar dhe në vende, në bashki të tjera të vendit, po dhe për te vendit. Komponenti i dytë lidhet me ngritjen e kapaciteteve dhe target grupet do të marrin trajnime specifike sipas nevojave dhe profilit të tyre, që lidhen me trajnime mbi soft skills, mbi aftësitë e mikpritjes për industrinë përkatëse, aftësitë digjitale, menaxhimit sipërmarrës, si dhe për rastin e bizneseve lokale, të produkteve lokale dhe zeve, trajnime specifike për përmirësimin e produkteve të tyre. Komponenti i tretë i këtij projekti parashikon suportin në 3 forma për punësimin dhe vetpunësimin. E para është praktika profesionale për studentët, të cilat do të mbulohet nga projekti. Skema dytë është për punëkërkuesit afatgjatë, të cilët mbasi kanë marrë trajnimin përkatës, do të kenë mundësinë që punësohen dhe 4 muaj kosto e tyre do të jetë mbuluar nga projekti dhe më vonë nga sipërmarrësit përkatës. Dhe skema tretë lidhet me suportin ndaj vajzave dhe zonjave, të cilat janë të angazhuar në ekonominë familjare në një proces trajnimi, mentorimi, por mbi të gjitha dhe suporti në pajisje për startupet, për bizneset e tyre, për t'i formalizuar ato. Dhe komponenti i katërt dhe i fundit është edhe lidhje më e fortë e projektit me komunitetet lokale, dhe këtu kemi disa ndërhyrje kyçe ku fillimisht do të kemi një analizë të tregut punës në të 2 zonat e kufirit, ku do hyhet më në thellësi lidhur me cilat janë mundësitë, cilat janë oportunitetet dhe problematikat e tregut punës dhe krijimin të një strategjie dhe të përbashkët në këtë drejtim. Gjithashtu do të kemi dhe mundësira se në kuadër të projektit do të zhvillohen panajire pune, 2 panajire pune dhe 2 panajire të zejeve, ku sipas rastit target grupet përkatëse do ketë mundësi që të marrin pjesë dhe të kemi një lloj bashkërendimi midis kërkesës dhe ofertës së punës. Dhe kemi edhe një aktivitet të fundit që është pjesa ku agjencitë zbatuese në vetvete bëjnë shkëmbime të përvojave të tyre më të mira. Po, me sigurt që është pritur shumë mirë ky projekt në qytetin e Lezhës, por jo vetëm, sepse do të zbatohet ky projekt edhe në disa bashki të tjera të vendit. Pra, që janë pjesë e zonave ndërkufitare të Shqipërisë me malin e Zi. Cilat konkretisht, Endri? Po, atëherë, projekti zbatohet në 7 bashki në 2 vende. Në Shqipëri zbatohet në qarkun Lezhë dhe mbulon bashkitë Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, ndërkohë në malin e Zi mbulon 4 bashki, e cilat janë Podgoricë, Tuzi, Plava dhe Ulqini. Po. Me kë jeni duke bashkëpunuar ose kush e financon këtë projekt? Atëherë, ky është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet instrumenti financiar të paraaderimit IPA 2 dhe programit bashkëpunimit ndërkufitar Mali-Zi Shqipëri. Ky projekt drejtohet në pozicionin e drejtues të projektit është World Vision Albania, e cila po realizohet në partneritet shumë të ngushtë me Agjencinë Kombëtare për Punësim dhe Aftësinë në Shqipëri, Agjencinë Rajonale të Punësimit në Lezhë si partneri asociuar, si dhe Agjencinë e Punësimit në Malin e Zi. Po, Endri, përpara zbatimit dhe nisjes së këtij projekti, me siguri janë identifikuar disa sfida në punësimin e të rinjve dhe të papunëve në këto zona ndërkufitare. Cilat konkretisht? Po, është e vërtet në fakt, sepse kjo është edhe zanafilla kur ne kemi hartuar projektin dhe që në fazat e hartimit projekt propozimit së bashku me partnerët tanë, ne kemi bërë një analizë të problematikës dhe cila ajo problematikë që ka qenë para 2 vitesh është persiston akoma dhe sot. Dhe lidhet me mungesën e aftësive të duhura për tregun e punës, mungesa njohurive lidhur me shërbimet e punësimit që ofrohen, mungesa aksesit fizik të lidhur nga qendra punës dhe qendra e banimit, që do thotë aksesi i largët nuk i lejon shumë persona të jenë punësuar. Dhe kjo është praktikisht domethënë. Ndërkohë, Endri, mendoni se ky projekt do të ketë ndikim direkt në jetën e të rinjve dhe në komunitetit, sepse në fakt ky është dhe qëllimi apo jo?
Po, shumë e vërtet dhe ne mendojmë dhe shpresojmë shumë që projekti në fakt të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në jetën e trimëve, sepse lidhet nga logjika ndërhyrjes së tij, ku parashikohen elemente konkrete dhe një lidhje logjike ndërhyrjes, që do të thotë kemi një komponent të orientimit dhe këshillimit karrierës, kemi trajnimet specifike të targetuara sipas çdo kategorie dhe mbi të gjitha dhe skema suportuese të lidhura në formë për punësimin dhe vetë punësimin, si dhe mundësi ekstra të lidhura me aktivitetet e panajireve të punës dhe të zejeve që do zhvillohen në të dy krahët. Po. Endri, si funksionon, si mund të bëhen të rinjt pjesë e kësaj skeme ose të papunët pra si bëhet kjo lloj përzgjedhje dhe mundësie për ta? Atëherë, të rinjt mund të bëhen pjesë e këtij projekti duke qenë fillimisht nxënës të shkollave profesionale në të dy krahët e kufirit, duke qenë të regjistruar si punëkërkues aktiv, duke marrë pjesë në aktivitetet e projektit siç e përmendëm më parë që janë panajiret e punës dhe panajiret e zejeve, por ndërkohë kemi dhe aktivitete të tjera që ne kemi të parashikuar në kuadër të projektit, që janë aktivitete ndërgjegjësuese ku zyrat e punës së bashku me bizneset lokale do kenë mundësi që edhe me punëkërkues të shpjegojnë cilat janë mundësitë reale të punësimit në zonë. Ndërkohë një këshill tjetër mund të ishte edhe të nëndjekin në rrjetet sociale lidhur me aktivitetet, sepse ne do mundohemi të përhapim të gjithë dhe të kemi të japim mundësinë të gjithë që të marrin pjesë në këtë projekt. Besoj që ky projekt fillimisht për të prezantuar e më tepër të zbatuar do të marrë kohë, Endri? Po, në fakt ky është një projekt i cili ka një kozjate 24 mujore, zyrtarisht ka filluar në 1 janar të vitit 2025 deri në fund të vitit 2026. Kjo është shtrira kohore e projektit. Ky është projekti i radhës, besoj që keni ndërmend në plan projekte të tjera për të përmirësuar këtë pjesë lidhur me punësimin si World Vision? Po, në fakt ne si World Vision ne jemi mbi 25 vjet që operojmë në Shqipëri, duke zbatuar projekte me angazhim komunitar. Pjesa e fuqizimit të trinjve është fokusi jon i punës tonë dhe përveç angazhimeve shumë vjeçare lidhur me edukimin informal dhe grupeve rinore që ne i quajmë Impact, të cilët marrin trajnime dhe iniciativë në nivel komunitar për ndërgjegjësim, ne kemi kaluar dhe një fazë tjetër që po inkorporojmë gjithmonë më shumë me trajnime specifike që lidhen më shumë me aftësitë e shekullit 21, siç janë digitalizimi, për këto trinj duke ofruar mundësinë në kurse të ndryshme si kodimi apo elemente të tjera të digitalizimit. Nuk mjafton me kaq, sepse ne ndërkohë po marrim aktualisht disa iniciativa të tjera. Një ndërto është sapo përfunduam një suport drejt 4 shkollave duke ngritur 4 Smart Lab, që nuk janë laborator informatike, janë për teksa, janë si qendra kodimi praktikisht pranë shkollave të sistemit parauniversitar. Ndërkohë aktualisht që po flasim, ne kemi marrë dhe iniciativë tjetër që është me Ministrinë e Shtetit për Fëmijët dhe Rinin, lidhur me zhvillimin e një aplikacioni mobile për edukimin financiar për sistemin parauniversitar dhe shpresojmë që edhe këtë aplikacion ta integrojmë në sistemin, në SMIP, që quhet sistemi menaxhimit të informacionit. Po, projekte pafund nga World Vision. Po, ka plot në fakt. Për gjithë këto vite. A ke një mesazh, ndoshta edhe në aspektin personal për ata të rinj që kanë pak sfidë me punësimin? Para punës duhet të jap një mesazh që kemi qenë gjithë aty. Domethënë është një fazë që e kemi kaluar të gjithë. Ato nuk duhet dorëzohen sepse janë mundësitë dhe perspektiva e punësimit në Shqipëri duhet të jetë gjithmonë e më mirë. Thjesht duhet të jenë këmbgulës, nuk duhet dorëzohen dhe nuk duhet të lejnë asnjë mundësi për zhvillimin e tyre personal dhe profesional pa shfrytzuar. Dhe ndërkohë zhvillimi i vazhdueshëm nuk mjafton me kur momentin që punësohesh, por ajo vazhdon përgjatë gjithë jetës, sepse dinamika e tregut punës është i tillë që. Por gjithashtu, a mendon se ka disa sfida që hasin të rinjt në gjetjen e një vendi pune, përveç kësaj që the që duhet investuar në trajnimin e tyre? Ka në fakt, ka disa sfida që të rinjt përballen me tregun e punës, e para është për shembull për ato që nuk kanë një arsimim formal, është pjesa mungesës aftësive për tu integruar në tregun e punës, për të tjerë mund të jetë një mospërputhje aftësive të tyre me nevojat e tregut të punës. Një element tjetër mund të jetë mungesë informacioni mbi shërbimet që ofrohen nga zyrat e punësimit dhe cilat janë skemat e disponueshme në këtë drejtim dhe ka sfida në fakt, por është
janë të gjitha të tejkalueshme në këtë kohë, në kohë digjitale, në kohë ku informacioni është i disponueshëm lehtësisht, kështu që. Po. Endre, nisur dhe nga eksperienca jote kaq vite në terren, pjesën më të madhe të kohës dhe me këto projekte dhe projekte të ndryshme, në fakt, çfarë mund të bëhet më shumë për të nxitur punësimin në Shqipëri dhe në rajon? Pyetje shumë interesante në fakt, Nela. Mendoj që çelësi për të bërë më shumë lidhur me punësimin, sidomos të trinjve, është pjesa e bashkëpunimit më të fortë. Bashkëpunimi më të fortë e institucioneve shtetërore që janë përgjegjëse për politikat e punësimit, por jo vetëm aq, po ajo duhet të jetë ndërlidhur me sektorin privat, si dhe me organizatat e shoqërisë civile, ku bashkërisht mund të krijojmë një trinom shumë të dobishëm dhe të ecim përtej në këtë agjendë. Po. Ndërkohë edhe për ta drejt përmbylljes së kësaj interviste, Endria, do të kishe edhe një mesazh specifik për ata të rinj që janë duke nisur diku, po e nisin me një punë të re, ndoshta po nuk kanë shkuar akoma në destinacionin ku ata ndrojnë dhe shpresojnë, çfarë do t'i këshilloje, nisur edhe nga eksperienca jote? Është proces, vetëm kjo do t'i thoja. Është një proces në të cilin gjithë do kalojmë, është një proces ku ne maturohemi gradualisht dhe përvoja e punës kudo qoftë ajo, në çdo lloj sektori dhe nëse nuk është në atë që ne kemi aspiruar fillimisht, është një përvojë e cila është shumë e çmuar dhe mos të dorëzohen, të vazhdojnë të kërkojnë atë përpjekjen aktive për të zhvilluar vazhdimisht edhe për të mësuar më shumë. Po. Ndërkohë, Endri, u bën vite si pjesë e World Vision, si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Është e lehtë punosh në terren edhe të punosh me grupe të ndryshme? Në fakt, përvoja në World Vision është një përvojë praktikisht jetë ndryshuese. Unë vi nga përvojat më parshme të lidhura më shumë në punë zyrash dhe përvoja në World Vision më ka dhënë mundësinë e para për të parë impaktin e drejt për drejt të projekteve e programeve që zbatohen prej më shumë se çerek shekulli dhe është diçka shumë shpërblyese edhe në aspektin shpirtëror, duke parë ndryshime të drejt për drejta dhe është një përvojë shumë e bukur, është një përvojë që nuk e di, doja këshilloja kujdo që ka mundësinë për ta bërë. Është si një shkollim i dytë, i them, sepse edhe përvoja madhe e marr për gjatë rastin konkret 4 vite që unë jam i punësuar për World Vision, nuk e zëvendëson gjë tjetër, kështu që është. Kështu që unë të uroj suksesen punën tënde, suksesen projektin më të ri të World Vision për punësimin, për të rinjt, për të ardhmen e tyre në zonat ndërkufitare të Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe është interesante sepse ndonjëherë duket se këto zona lihen në harres, por jo, në fakt World Vision shkon edhe këtu. Është shumë e vërtetë. Shumë faleminderit për mundësinë. Faleminderit ju. Përmes projekteve si ky i World Vision Albania hapen në fakt dyert të reja, krijon ura bashkëpunimi, jepen mjetet e duhura për një të ardhme më të sigurt. Punësimi nuk është vetëm një nevojë ekonomike, por edhe një mundësi për të ndërtuar një jetë me qëllim dhe stabilitet. Ndaj, le të inkurajojmë të rinj të jenë aktiv, të përfshihen në trajnimet dhe mundësitë që u ofrohen, e të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre. Kalofshi bukur miq, ne do takohemi së bashku të shtunën e ardhshme.